Allahu xhallahu ala ka kriju mirësi, begati, që me to don me nderu robën. Mirë po robi njëri, si pasojë e mëkateve, largimit nga udha e Zotit xhallahu ala, e privon vetën e tij nga këto mirësi. E privon. Allahu për të e ka kriju, ose ati Allahu ja ka hapë këtë derë. Mi për këtë që ka banë, jam shirë vetë i këtë derë. E Allahu dërë ma i qelë. Mi për robi e kam shirë vetë. Kur qelit kjo derë, dhe mundësot që të vinë mirësit Allahu të kërobi, mundësot të vinë begatia, Allahu gëzot, për robi gëzot, që e qelit derën e tash të vinë mirësit Allahu të gjenë. Apo shenë sartë Allahu gjenë leora bujarë. Shiko sartë Allah i më shirë shumë ata. Unë te kem shilë derën, ja kem shilë vetët, dhe më honë, ose njeri për njerëzve, e kam shilë derën e kujdesit, e kam shilë derën e mshirës, e kam shilë derën e begatis, e kam shilë derën e mirësive të shumëta, e kam shilë derën e bujaris, këtë për kam shilë. Kush dëmtot, qaj që kam shilë? Dhe kur këto begati nuk vinë të kërobi, po të shumë që Allahu xhallahu ala nuk është i kënaqur. E kur robi ja qel vetës me të pendim derën e këtyre begative, Allahu kënaqet dhe gëzohet për shkak se tash realisht robi që Allahu e ka nderuar si krijes, edhe ja ka qel dyrt, pra po përfiton nga mirësia e Allahut te bareku teala. Andaj gëzohet. E kjo është argument do vëllazër se mëkatet e privojnë njeriu nga ushqimi i duhur. Jo nga ushqimi i barkut, po nga ushqimi i duhur i mendjes, nga ushqimi i duhur i zemrës. E nëse njeriu bën mëkate, domthon gjithmonë shpirti mbetet i uritur. Gjithmonë mendja mbetet e varfënuar. Gjithmonë mbetet zemra e dobësuar dhe e zbrazur. E këtu pjesë të rëndësishme që njeriu në rresht e bën njeri dhe mundson funksionimin e duhur të tij, nuk ka mundësi me funksion si duhet nëse njeriu vazhdon në mëkate. Ndërsa pendimi i kthimit tek Allahu xhallahu xhelalu realisht mundson rikthimin e funksionimit të këtyre begative në mënyrë duhur. Prandaj Allahu xhallahu ala gëzohet edhe kënaqet me kthimin e robit tek Allahu te bareku teala.